E kom pa qëtërin pllaka. Dyshohet që dy mësimdhënës të kësaj shkolle janë përleshur fizikisht mes vete. Që aty të thirrën edhe policia. Dy mësimdhënës të gjimnazit Shaban Hashani në Ferizaj dyshohet se janë përfshirë në një përleshje fizike të enjten. Ngjarja raportohet se ka ndodhur në korridorin e shkollës në prani të nxënësve dhe mësimdhënësve të tjerë, pak para se të përfundonte pushimi i gjatë në shkollë. Jemi pranë gjimnazit Shaban Hashani në Ferizaj, ku dje paradite dyshohet që dy mësimdhënës të kësaj shkolle janë përleshur fizikisht mes vete. Drejtoresha e kësaj shkolle ka thënë që nuk i di arsyet e këtij konflikti mes tyre, ndërkaq rasti është raportuar edhe në polici dhe po hetohet nga organet e rendit. Ka qenë ora, kanë ndonë 25 minuta dikun, kur e kemi pushimin e gjatëna. Edhe unë kom dalë për shkak nxënësve. Pushimin e gjatë se numri madh i nxënësve dhe duhet me dalë zakonisht ka pak një kontroll të vogël. Edhe në atë moment e kom pa profesorin. Ky vje profesori merr që është edhe ky del në penzion korrekt. E kom pa qëtërin pllaka, ndërsa ky profesori tjetër, edhe ky sociolog, të një fushë janë të dy profesorat, e kom po që i kishë nuk duhet për masë një jakë. Ju ma afro, njëherë ku mendu që i ka rotfek, kërë profesori ma si është më ushma i djetër, për po që nuk ishte ashtu, edhe kom hinë salë, se para salës mësimdhënësve ka ndodhë, kotën e dytë. E kom thjerë profesora tjerë, po është di se kë profesori që ka sulmun këto, vete ka qutani. Te i kom më thonë, kë vete ka ngritë. E kom thjerë satë profesora që me dhonë deklarat, me hullum të mësë kanë dhe rastësisht dishka që s'muj me ditë na, ose s'muj me ditë ata prezent salë që kanë qenë. A i ka frim dikush tjetër këti profesorit, apo që kanë dëdhë konkretisht jam e shumë e sinqert që nuk dim dishka. Ta dy profesorat që sa vjetë, me s'paku që 7 vjetë që mledhjet i mojnë bashkë, janë të një fushë. Nuk kanë dëdhë as një fyrje me zveti me pasë. Se sigurisht se kishëm lanë deri tash situata me ardhë. Kishëm marrë masat në ndoshta ma herët. Për të dytë, po sinqerisht nuk dim. Drejtori i arsimit në Ferizaj ka bërë të ditur se informatën e ka pranuar dje nga drejtoria e shkollës dhe se aktualisht është në pritje të raportit zyrtar, i cili pritet të përpilohet nga drejtoresha e gjimnazit. Sipas tij, pas pranimit të raportit, do të formohet një komision disiplinor dhe do të merren masa për këtë rast, në bazë të asaj që do të përshkruhet në dokument. Po, në fakt, djeni kemi marrë një telefonat nga drejtoria e shkollës, e cila na ka njoftuar për një përleshje cila ka ndodhur mes dy profesorëve, fatkeqësisht që ka ndodhur kjo, dhe në momentin kur na ka njoftuar drejtoresha, ne kemi sugjeruar që aty të thirrën edhe policia, por në fakt ata vetëm e kishin përfunduar këtë procedurë, do thotë ka qenë edhe policia e Kosovës në shkollë. Unë drejtoreshën pastaj e kam rekomanduar që ajo të merr disa masa të cilat janë të parapara edhe me legjislacionin e fuqi, qoftë përmes rregullorës së brendshme të shkollës, qoftë përmes rregullorës së DKA-s, drejtorisë së arsimit, por qoftë edhe përmes udhëzimeve administrative të cilat e kemi të parapara për raste të tilla. Në bazë të raportit që kemi, ne do t'i marrim masat kashi atyre asaj ngjarje që ka ndodhur, pastaj do t'i njoftojmë edhe të dy profesorët për masat të cilat do t'i ndërmarrim, kuptohet në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës dhe në bashkëpunim me policinë e Kosovës. Rasti është konfirmuar për kallzo.com edhe nga policia, të cilët kanë deklaruar se të dy mësimdhënësit janë paraqitur në stacion policor dhe janë intervistuar, derisa me urdhër të prokurorit, rasti është përpiluar si shënim zyrtar. Kallzo.com ka provuar të kontaktoj dy mësimdhënësit e përfshirë në rast, por kjo ka qenë e pamundur.